Ka një korr të zhurmshëm publik që rrotullohet çdo herë rreth së njëjtës pyetje. Pse opozita nuk vjen dot në pushtet edhe pse Rama nuk ka shumicë të vërtet votash? Dhe përgjigja është aq e thjeshtë sa bëhet e padurueshme, sepse Edi Rama është i vetmi që e ka kuptuar dhe e përdor me mjeshtri aksiomën e lashtë romake divida et impera. Për ça dhe sundo. Asnjëherë më shumë se sot, kjo logjik nuk ka funksionuar me një efekt kaq laboratorik mbi trupin elektoral të Shqipërisë. Faktet janë kokfort. Edhe pse Rama ka marrë 83 mandate në parlament, ai ende nuk e ka thyer pragun e 800.000 votave reale, edhe me gjithë kontributin nga diaspora. Në realitet, Partia Socialiste ka marrë më pak se 750.000 vota brenda Shqipërisë. Dhe edhe nëse numërohen të gjithë zarfet nga emigracioni me një rezultat ideal për të, vështirë të kaloj 840.000. Shifra që PS-i ka pasur edhe në 2017 edhe në 2021, asnjë rritje reale. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër e votave nga PD e Saliut, partitë e tjera opozitare, partitë qytetare antisistem, përbëjnë një blok të barabartë me PS-n. Jemi në 50-50. Rama nuk është shumicë reale, ai është një shumicë e ndërtuar mbi boshllëkun dhe shpërndarjen e kundërshtarëve të tij. Nuk është dashur ndonjë aftësi e jashtëzakonshme, thjesht përdorimi në kohë dhe me saktësi pa aftësisë së tjetrit. Edhe në vitin 2009, Sali Berisha fitoi me më pak vota se PS, por përmes një pakti me Ilir Metën arriti të qeverisë. Sot historia është përsëritur me role të ndryshuara. Rama e ka bërë të njëjtën gjë që bëri Berisha atëherë, por në formë më të rafinuar, duke mos i ofruar post ministri askujt, por duke përçarë gjithçka përmes iluzionit të alternativës. Dhe për ironi, gjitha kjo mbështetet mbi një sistem zgjedhor që u krijua me bashkëpunimin e Sali Berishës dhe Edi Ramës në vitin 2008. Sistemi proporcional me listat mbyllura u imponua për të vrarë pluralizmin dhe për të ruajtur kontrollin e liderëve mbi përfaqësimin. Ky sistem është ende në fuqi dhe jep bonusin jo më të madhit realisht, por më të bashkuarit, më të koordinuarit dhe më përçarësit të tjerëve. Rama e ka kuptuar këtë dhe e ka kthyer në armën më të fortë politike që ka. Nuk ka fituar me shpresë, as me ide, as me vizion. Ka fituar sepse të tjerët nuk ndërtuan dot një kundërpesh. Sepse opozita nuk ishte një lider që t'i bashkonte 800.000 votat kundër Ramës në një front të vetëm, sepse njerëzit me integritet që duhet ngjiteshin u lanë hije, dhe sepse klanet brenda opozitës e kanë pranuar që Rama të rrijë për sa kohë që ata vetë ruajnë fragmentin e tyre. Në këtë kontekst, atë që Rama e ka humbur në vota e ka fituar në kontroll. Ai nuk është më lider partia, ai është menaxher sistemi, ai ndërton opozitën, e përcakton çfarë është qytetari model dhe çfarë është ekstremizmi. Ai është edhe rregulluesi i ndëshkimit vetvetes. Ai duket si i moderuar, por ka dhunuar publikisht një qytetar përmes një përgjimi të publikuar me urdhrin e tij. Nuk ka thënë lavire bulevardi, por e ka bërë sistemin të duket si një bordello e qetë, ku të gjithë e dinë rregullin dhe çmimin. Edhe intervista e tij për Corriere della Sera, ku pretendoi se vota nuk ishte kundër Berishës por pro tij, është një akt psikologjik i rafinuar që është vendos thelbin e debatit nga realiteti tek perceptimi. E vërteta është ndryshe, vota ishte kundër Berishës, por vetëm sepse nuk ishte një tjetër, jo pro Ramës, asnjëherë. Sepse sikur opozita të kishte pasur një lider të vërtet që energjizonte gjithë spektrin anti-Rama dhe të kthente të gjitha votat në mandate, sot do të kishim një shumicë të re, dhe Rama do të ishte në minorancë. Kjo nuk ndodhi, sepse sistemi është krijuar për të mos e lejuar, sepse Rama është i lidhur me strukturat e vjetra të kontrollit ndërkombëtar, sepse Tony Blair është në prapasken, ai Ramën e ka lidhur me Erdoganin, me Sorosin, me britanikët dhe me arabët, sepse ai është një njerëz që i përket një arkitekture më të madhe se Shqipëria. 2 ditë më parë Tony Blair erdhi në Tiranë për 3 orë, u kthye menjëherë në Beograd. Ai nuk bën udhëtime për qejf, ai është strumbullari i një backgroundi gjeopolitik. Rama është njeriu i saktë në vendin e duhur për të administruar Shqipërinë si zonë të kontrolluar, jo si demokraci. Ndaj sot erdhi në Tiranë kryeministri britanik, për herë të parë në histori, jo për të festuar fitoren e ndonjë demokracie, por për të forcuar vijën e interesit britanik në Ballkan. Ndaj fitoria e Ramës nuk është për t'u festuar, është për t'u analizuar dhe për të kuptuar se nuk është ai që ka fituar, por janë të tjerët që kanë humbur. Dhe kanë humbur sepse nuk deshën të fitonin, sepse ishin më të zënë duke u përplasur me njëri tjetrin se sa me të. Edhe kështu një sistem i ndërtuar me cinizëm, një makineri e kalibruar me sakrifica false, edhe një opozitë që më shumë të neverit se sa të josh, i dha Ramës një pushtet që nuk i takon me vota, por me ndërgjegje të pambrojtur.